me baklava edhe me petanik, gjithë Korçën e gjithë Shqipërinë e gjithë turistët, se madomendja keni pa fund kërkesa. Një fjalë, theshin gjyqiton, një fjalë popullore theshe që moti që zanati mësoj edhe lere dhe kur të duhet zere. Aman duhet ta dish të zanat, ta kesh mësuar pe vitet, pe gjyqit, sepse nuk mund ta mësosh një zanat sot. Për të bërë një zanat apo për të bërë gazetar apo për diçka, njerëzit bëjnë shkollë, siç ke bërë ti apo tjetri. Dhe ky zanat në vete, ky nuk mund të mësohet në moment. Kur të duhet ty, jo, ti duhet ta kesh. Duhet ta kesh e ta vesh atëre kur ta sjell nevoja që të duhet. Wow, mora me muhabetum se kuptova. Atëherë këto mbarua, ë? Tani një pyetje. Kjo quhet të lara, i kam duar se i lava, po jo, që quhet petë di, po është e trash. Nuk është petë holl, peta e. Jo. Lakrorit. Është petë trash, duhet të hapur pak trash, është ideja. Ja, në këtë trash. Në këtë trash. Tani përziem për petanik ose baklavaja është tjetër. Është tjetër gjë. Tjetër mas. Bëra një petë. Këtë kur tash. Vetëm 2 petë duhen. Kjo është 2 petë, po është e holl sa një picë. Do me thënë ndryshon thjesht që ne kemi me 2 petë. Pica është me 1 petë, kjo është me 2. Ajo që e dallon atë që mund të bëju në shtëpi nga kjo që ti bën këtu. Është gjella apo është saçi? Saçi. Është pjekja. Ti mund të mundohesh ta punosh, ta bësh në shtëpi me gaz ose me korrent, po kjo faret. Kjo është. Ndërkohë çka kemi hedhur brenda? Që gjithsesi me saç pa saç ta dim. Vezë. 2 vezë. Po. Dhe i përziem direkt me? Po. Edhe do t'i jetim dhe pak kos. Me gjizë e përzjeve, dhe tani? Po, me gjizë. Po bëjmë gjysmën? Gjizë, kos, vezë. Kjo është gjizë, kos, vezë. Nësa kjo këtu? Atë e ke lëmpjet dhe kos dhe vezë. Kjo është me lëpjet. Tani lëpjet i themi të gjithë njësoj e kemi lëpjetën. Lëpjet e diçka si spinaci. Po egër, do me ka fletën po thua si spinaci, po është jo e kultivuar është. Njësoj, i themi të gjithë njësoj. Ca gjërave i themi të gjithë njësoj. Ndërsa kësaj se ta lasha në mes bisedën. Jo, po flas për tiganen. Tiganet themi tigan. Se në këto lloj emisionesh mëson edhe gjuhën. Çdo traditë ka gjuhën e vet. Bashkojmë traditën, bashkojmë gjuhën edhe nxjerrim biznesin që na bën në mos të pasur, na bën të lumtur. Se puna të lumtur të bën. Shko, ne kemi kënaqësi, kemi lumturi në këtë lloj, se ky nuk është një biznes që të bën të pasur. Se ndryshe nuk do ishte kaq të, jo, nuk e një biznes normal që të krijon ato mundësi normale për të thotë lumtur. Pse më shumë kënaqësi merr me këtë se sa me pllakat? Më shumë. Po para, të vërtetë. Para më shumë me pllakat. Me pllakat para. Po, për atë jemi. Shiko, ai lloj biznesi ka qenë një kohë që edhe Lulzonte kishte nevojë tregu, kishte edhe shitesh. Se gjithë Shqipëria bënte tualetet, aty e kishin gjithë fiksim. Tualetet bënin shtëpia të reja, ndërtonin, bëhen shitesh e shumë. Shiko, tani rudina këtu, një lakror, ky lakror këtu është 800 lekë të reja. 800 lekë është lakror. Unë nuk mund ta imagjinoja që të bëja një lakror që u ktheva edhe të shisja 800 lekë të reja. Se unë kur shisja pllakan, merja 800.000, merja një melon, merja 2 melon, një shitje. Ajo ishte tjetë. Kështu që kur fillove ditën e parë dhe more 800 lekë për lakrorin e parë, çfarë mendove? Më ndjeva kënaqësi sepse ju ktheva traditës, ju ktheva asaj që kisha mësuar nga gjyshi, nga mamaja, nga gjyshja, nga të gjithë. Edhe, shiko, një gjë e bukur është që mua e solli përsëri koha që unë këtë tepsi që shtu që e ka sjell gjyshi tim 1913 nga Stambolli, ta fusja në punë. Sepse edhe ne kishim lënë diku aty që po rinte. Në 1913 në solli. E ka sjell gjyshi tim nga Stambolli. Po, se dhe ju çdo tepsi. Këtë tepsin që mbaja unë në dorë në lagjën e Kjo është një tepsi e vjetër për bakri e punuar. Ne i bëm një rekonstruktim në kallaisje që themi ne që i vëmë atë kallajin sepse bakri nuk mund të përdoret. Ti e vore në punë prap. Edhe mora e kallaisa e vore. Dhe i thua gjyshit tani ja, asgjë s'ka ndryshuar. Jo, nuk ka ndryshuar. Prandaj edhe neve kemi vënë logën, koha e isën po shijan vetë të ne. Që të bësh atë që na kanë bërë neve gjyshrit, nenat, të gjithë, domethënë të ecim në traditë. Prandaj është shija e saçit. Edhe prandaj është shija e saçit dhe ne jemi të kënaqur nga puna, sepse edhe njerëzit na kanë falenderuar, na kanë. Si mos të falenderojnë, mua po më shanin tani që të mbylla derën dhe i thosha nuk mundemi për sotit, thesë është rudina, thyllan po si, ne erdhëm nga Tirana, na le pa lakror. Po thash dhe unë s'po.
Po ti çfarë bëhe dikur? Para pllakave? Dëgjoj, unë jam, si të thuash, fillimisht, si kam mbaruar shkollën e mesme, kam punuar në një firmë italiane, në një firmë këpucësh. Bënim atlete. Kur? Në 90. Në 90-ën? 97, kështu 98. Pastaj, jam marrë me biznesin e... Nga 90-a deri në 97-ën, ke punuar atje? Kam punuar në lëkur këpuca këtu në Korçë. Italianë ishin ata? Po, ishte një ndërmarrje përbashkët atëre, se sa u bë, sa hyri demokracia dhe, do me thënë, 90-ën dhe ishte dhe shtetërore dhe private ndërkohë. E di që më kujtohet një kohë, kam marrë në Korçë, punoja për një gazetë atëherë Realant, në më dërguan sepse nuk jepnin rrogat në një prej këtyre. Ne kemi qenë... Unë e marrë me të ke qenë t'i dhe nuk po na duhet ta zëmë. S'po na duhet, jam mbyllur ata. E di se aty ku ke vajtur ti, diku aty pak, jo më shumë se 100 metra më larg kam pasur dyqanin e plakave, magazinën. E shikon, asgjë nuk harohet, as për mua, as nga ti. Gjithsesi, iku ajo kohë. Pastaj erdhi koha që punove me bashkëshortin, apo për bashkëshortin? Me bashkëshortin të dy. Po normal se jeni nga Korça ajo, po normal. Tani këtu vëm këto dy shenjat. Që është ajo, që është? Se kjo kur piqet, nuk duket ngjyra. Dhe prandaj për ta dalluar si është ndarja. Për ta dalluar, për ta prerë, pastaj se mbas pikjes nuk do dallon, domethënë se kjo është me dy gjella, për të dalluar gjella. Ajo është një copë aluminkë që ta dallosh. Mendoja se do i vije lek, më duk se po i vije lek. Jo, lek i vijet tia. Ku ti vijet lek? I vijet petanikut. Petanikut? Me fasule, po. Me fasule, ai pse duhet leku atje? Leku ka tregon fatin, e ka si traditë dhe ati që bje leku ka fat. Lëre, që ishim në shtëpi, kur ishte vajza e vogël, bënim gjithmonë se kur i binte asaj, se ndryshe bëri nami, se ne kemi traditën e byrekut të vitit të ri, me lek. Po, edhe ne bëjmë për vitit të ri. Dhe në fund